Ish banori I fermave pikëtij sezonit të tretë, Akili ka sqaruar shumë gjëra në lidhje me fatin e tij në këtë reality show. Po ashtu aktori dhe komediani I njohur ka treguar dhe se nëse merr ndonjë ftesë nga Big Brother Vep Kosova apo nga Big Brother Vep Albania për të qenë pjesë e edicioneve të ardhshme, a do të jetë apo jo pjesë e këtyre reality showve. Për këto dhe shumë pyetje të tjera që Akilit I kanë drejtuar ndjekësit e tij në Instagram, ai I u përgjigjet si në VM. Disa nga këto përgjigje të tij ne u kemi sjell që ti dëgjoni dhe ju. E po, duke marrë parasysh eksperiencën time të fundit, normalisht ishte pak e lodhshme dhe u zhgënjeva shumë nga tana fjalë që më ishin thënë më përpara edhe nga skrecet situata si nolli. Normalisht kisha kollon që të rekuperohem, marr pak vetën, për këtë arsye nuk kam kanë aktiv. Kurse përsa I përket pjesës se ku do më shikoni, aty ku unë I përkas, te komedia, tek humori, tek vendi ku unë u rrita, krijova që kam kriju, edhe tek punat që vërtet e shijoj kur e baj. Kjo që më shumë mundësi presim sezonin tjetër të punës, që të vazhdojmë punën aty ku e lëmë. Kjo është pyetja më e shpesh që më shbë këto kohë, edhe që t'i bi shkurt, do me thënë, pa pas nevojë me shpjegua si gjë, jo. Absolutisht jo. Nëse ndodh ndonjëherë në rikthim këtë sezon, dijeni që unë kam marrë ato që kam kërkuar për me hidhe herë. Ndryshe jo. Një ndër banorët, fermerët, unë jam halon Big Brother me më. Një ndër fermerët që për mene jam zhgënjur shumë është Indri Qyteza, sepse e kam konsideru shok, mik, kam nejtë shumë me të, edhe kur e pava që edhe ai më kundërvu dhe banja të cilën ndaj meje, unë as një moment s'kam përdor as I gjak kundër tij, edhe pse kisha mundësinë shumë kollaj për me lujt me të dhe me denigru në aspektin e lojës si personazh, po nuk e bana sepse unë venosa me nejtë shok deri në fund, pa çka nuk venosi për me e ba. Ai më ka surprizu, po që këto lloj formatësh të bajnë me njoft njerëzit që ti mendon që I njeh, por nuk I pas e njoft mirë. Por prap unë nuk do merrem as pak me atë djalë, ai ato bua lojën e tij në fundit. Loja e tij siç duket, edhe nga opinioni nuk as ato I shku mirë. Kështu që më vjen keq për te, kështu që unë nuk po e gjys më shumë. Suksese në jetë çka kam më bë. Sa I përket Big Brotherit, sepse shumë më keni pyet. Këtë vit, sepse Shqipëria fatmirësisht ka reality, ka Shqipëria, ka dhe Kosova. Këtë sezon që do vi, absolutisht që vetëm për ta çuar deri në fund atë lloj misioni që kisha nis, nëse marr një ftesë nga Big Brother I Kosovës apo Big Brother I Shqipërisë, absolutisht që do ta konsideroj si ftesë edhe me çu misionin tim deri në fund. Shumë faleminderit për fjalët. Tham drejtën jam munu me bëj çdo gjë aty më, si njet. E kupton, lujta muzikë, I rosh pianos, shkruajta këngë, bëna balet, bëna humor, bëna debate, bëna ngacmime, ose lo zho po që të bëjë njerëzit kanë çat shohin. Por nuk e disha që për më vazhdu rrugtimin tim aty më, nuk pas ka dash thjesht me net kot. Edhe me bë kërcenime si bane që thasë të ikën koka. Kjo nuk ka tipje për sotë. Në fakt po, ti e pas ke pa shumë mirë, sepse në vërtet I kam thënë që nëse ju për ju duken këto që përbajone, kjo loja jemi për ju duke të ofendim, unë I kam marrë vetëm 1 muaj e gjys kohë. Por ndodhi më shpejt, halo po bë 1 muaj, unë kam mendoj që kam kënë lule krahasim me çashtu bë aty brenda. Kështu që profecia nuk është profeci, ishte thjesht një gjatë që mu ma kapti intuita, sepse arrita mi njoftan se si janë. Edhe disha se si kanë me shkulla, e di se si kanë me përfunu. Kështu që, ja ku jemi. Portokallia dhe topi, në thënë drejtën për mu, I konsideroj vërtet si familje, I konsideroj vërtet si shtëpi, sepse aty e halla hapat e mia të para, aty u rrita profesionalisht, aty mora dohet rrugit e para, edhe nuk e di, është pjesë e pondashme e jam edhe absolutisht që po për të rikthyer dhe herë aty ku
e puna që ndi me bë më mirë, absolutisht që po. Portokallia është një gjatë që për 1.100.000 arsye kush do e kisha thënë jo. Jam afru me njerëzit që kurse kam menu që kam afru. Me Moza Ahmetin, një njëri që kur e kam marrë veç thosha si kam mu marrë veç me këtë njëri në aty në fermë. Po që nga momenti zero që jam taku me te, kishim një kimi të bukur humori që vetëm kena qesh edhe nuk e di, e du shumë fort atë njëri. E dyta me Sonin. Sonin që ma shdu këto në kohën kështu nga këto tipe thosha spreket, o një njëri fantastik. Një njëri që nuk e di, gëzë një respekt shumë malë për te personin. Mos e me Grejsa, që se disha se kush është, po nuk e menosha kur që ka me njof njëri si Grejsa aty bre. Këto 3 persona kanë kënë edhe janë njerëzit që për menu isha lidhur shumë fort me te. Edhe nga kretë kjo gjoja e kam thonë jam i lumtur që i njofta këta 3 vajza kaq të mira, kaq të bukura, kaq të zgjuara, kaq artiste. Shumë pyetje e bukur sepse vërtet e kam menu. Por unë nuk e shoh më firmën me atë Bruin që e kam po javën e parë që dola, atë të prajme, se shoh më, kam interes me po përveç miqve që kam në qërëj më të mire. Por me pak video që kam po, nuk më duket më njëjtë. Dhe më thonë, nuk shoh më harmonia të mrena. Shoh vetëm lojt pist. Po ti votat nuk u shikun atëherë që isha mren, jo më të që jam jashtë.